Në shtëpinë e Big Brother Kosova, emocionet dhe marrëdhëniet personale shpesh kthehen në momente të thella reflektimi, ku secili banor përballet me pritshmëritë, shkënjimet dhe besimin e brisht. Një nga këto momente preku Albën, e cila u ndje e tronditur pas një eksperiencë që ndryshoi mënyrën se si ajo e perceptonte botën e banorëve me shkuj brenda shtëpisë. Gjatë një bisede intime me Arditin, Alba u shpreh hapur dhe pa dorashka. Ajo nuk dëshiron të njohë asnjë mashkull tjetër, sepse, sipas saj, të gjithë janë njësoj. Ajo ndjeu se tradhtia, mashtrimet dhe lojrat që kishte parë gjatë qëndrimit në shtëpi kishin bërë që besimi i saj të dëmtojë rënd. Fjalët e saj nuk ishin thjesht kritike, por mbushur me shkënjim, trishtim dhe një farë lodhjeje emocionale që kishte grumbulluar prej kohësh. Arditi e dëgjoi me vëmendje, duke kuptuar peshën e fjalëve. Por momenti i vërtet që ndryshoi gjithçka erdhi kur Ludo, i cili deri atëherë dukej një nga banorët më të afërt dhe të sinqert, doli si gjithë të tjerët, mashtrues, sipas perceptimit të Albës. Ky shkënjim ishte një pikë kthese për të. Ajo ndjeu se besimi i saj ishte shkelur dhe se edhe ata që ajo mendonte se mund t'i besonte, nuk ishin të sinqertë. Alba u shpreh se përvoja e saj brenda shtëpisë e kishte bërë të kuptojë se disa marrëdhënie janë të ndërlikuara dhe shpesh të maskuara nga lojrat e strategjisë. Fjalët e saj nuk ishin thjesht një kritik për Ludo, por një reflektim i përgjithshëm mbi mënyrën se si disa mashkull brenda shtëpisë silen dhe përpiqen të manipulojnë situatat. Ajo tregoi një forcë të brendshme, edhe pse e zhgënjur, nuk po dorëzohet dhe do të mbrojë ndjenjat dhe integritetin e saj. Ky moment u bë shënues për dinamikën e shtëpisë. Të gjithë banorët e kuptuan se shgënjimi dhe tradhtia mund të jenë burim konflikti, por edhe të nxjerrin në pah karakterin dhe qartësinë e ndjenjave të një personi. Alba tregoi se nuk është thjesht pjesë e lojës, por një person me ndjenja të forta, që nuk do të